Protesta e fundit në Tiranë, ku një molotov u hodh drejt zyrës së kryeministrit Edi Rama, në kulmin e një manifestimi kundër korrupsionit, është më shumë se sa një akt i dhunshëm. Është një shenjë e qartë se kriza politike në vend ka kaluar në një fazë të rrezikshme. Mijëra qytetarë në rrugë, të arrestuar, të lënduar dhe një protestues që mori flak aksidentalisht. Të gjitha këto tregojnë se Shqipëria ndodhet përballë një tensioni që po tejkalon kufirin e sigurisë politike dhe institucionale. Në epiqendër të kësaj krize qëndron zëvendës kryeministria dhe ministri i infrastrukturës Belinda Balluku, ndaj së cilës SPA ka ngritur akuza për ndërhyrje në tender të mëdhenj publik. Problemi nuk qëndron vetëm në hetimin penal, por tek imuniteti parlamentar, që deri tani ka penguar çdo veprim të drejtësisë. Mazhoranca socialiste ka refuzuar të votojë heqjen e imunitetit, duke e kaluar çështjen për interpretim në gjykatën kushtetuese. Një lëvizje që në letër duket si respektim i ligjit, por në praktik perceptohet si mburojë politike për të mbrojtur pushtetin. Balluku ka mohuar akuzat dhe është shprehur e gatshme për bashkëpunim me drejtësinë, por dëmi është i thellë tashmë, kur një nga figurat kyçe të qeverisë implikohet në hetime që prekin investime më të mëdha publike të vendit. Kriza nuk mbetet vetëm në duart e prokurorëve, ajo bëhet institucionale dhe strukturore. Protestat janë udhëhequr nga Sali Berisha, një figurë politike me të kaluar të diskutueshme, por ende me kapacitet për të mobilizuar turmat. Mesazhi i tij është i prerë. Kjo qeveri ka humbur çdo legjitimitet. Retorika e saj paraqet një shtet të kapur nga një rrjet i pushtetit që plaçkit pasuritë publike dhe deformon demokracinë. Në këtë klim, Molotovi nuk shihet thjesht si një akt vandal, por si një simbol i delegitimimit ekstrem të sistemit. Rreziku është i prekshëm, kur përplasja politike largohet nga parlamenti dhe shpërthen në rrugë. Vija ndarse midis protestës dhe destabilizimit bëhet e paqartë, dhe një vend me institucione ende të brishta si Shqipëria nuk e përballon dot këtë lloj paqartësie. Deklaratat e kryeministrit Edi Rama kanë ndezur edhe një front tjetër përplasjeje. Ai ka akuzuar SPA-kun për abuzim me arrestet parandaluese dhe për veprime që bien ndesh me standardet europiane të drejtësisë. Por ky është vetëm një terren i rrëshqitshëm. Reforma në drejtësi dhe pavarësia e SPA-kut kanë qenë kushti kryesor i procesit të integrimit evropian. Vënia në dyshim e metodave të SPA-kut është një goditje jo vetëm ndaj institucionit, por ndaj vetë simbolikës së drejtësisë së re. Këtu kriza merr një dimension më të thellë, një drejtësi që kërkon të ruajë pavarësinë dhe një ekzekutiv që trembet se po i rrëshqet kontrolli nga duart. Shqipëria nuk është e izoluar. Këto zhvillime ndodhin në një kohë kur Tirana përpiqet të paraqitet si një partner i besueshëm për Bashkimin Evropian dhe NATO në rajon, por imazhi i një vendi të destabilizuar, i përfshirë në akuza për korrupsion të thellë dhe në një luftë të hapur ndërinstitucionale, minon këtë narrativë dhe hap hapësira për ndikime të huaja që kërkojnë të përfitojnë nga çdo çarje në sistem. Rama flet për bashkëqytetar të dëshpëruar, ndërsa Berisha për një qeveri të palishme, por në mes qëndron një shtet që rrezikon të bjerë në një rreth vicioz të mosbesimit dhe polarizimit ekstrem. Çështja nuk është më vetëm nëse Balluku është fajtor apo jo, por nëse institucionet shqiptare do të arrijnë të përballojnë goditjen pa u shembur përfundimisht në logjikën e përplasjes së përhershme. Molotovi i hedhur në Tiranë nuk është një episod i izoluar, është një paralajmërim kur politika ndalon së prodhuari zgjedhje dhe nis të prodhojë vetëm zemërim. Vija ndarse mes një demokracie të brisht dhe një krize të thellë bëhet tepër e hollë dhe rrezikshme e padukshme. Për shtati pamfleti nga Inside Over.